Nga hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më e mirë çdo ditë. Mirë mëshëtimi në transmetimin e drejt për drejt programit në radio të dashërmiq, jemi në Radio Tirana 1, ndërsa është momenti për të folur për një tjetër çështje. Do të flasim për disa zhvillime në politikën nga bota në arenën ndërkombëtare, të cilat duken si shqetësime të largëta për realitetin shqiptar, por parë në makro mund të kenë edhe ndikim. Midis shumë ngjarjeve që janë diskutuar së fundmi në media dhe që po fliten edhe po ndodhin në botë vatra të ndryshme, flasim këtu konfliktin në Ukrainë, pastaj në Gaza, së fundmi në Iran, por kemi dhe lëvizjet e Trump, arrestimin në datën 3 janar të presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro dhe synimin e Trumpit për të aneksuar, për të blerë t'i vëmë çemër të duam Groenlandën, por cilat janë këto qëllimet, sa gjasa ka të ndodhë dhe pse ai së fundmi është shprehur që do t'i duhet të jetë midis dy zgjedhjeve, ose Groenlandën ose NATO-n. Dhe për të folur për këtë jam në studio me zotin Endri Tafani, analist i çështjeve ndërkombëtare. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi. Zoti Tafani, duket sikur të gjitha këto zhvillimet thon diçka. Ajo që do doja të dija është se si e keni parë ju nga një vështrim i përgjithshëm përpara se të shkojmë në detaje. Pse ky oreks i presidentit të Shteteve të Bashkuara nga njëra anë para pak ditësh ndodhi ajo në Venezuela, arrestimi i Maduros. Tani, pavarësisht se e ka artikuluar që në administratën e tij të parë që Groenlanda është në synimet e tij, tani duket sikur po bëhet më e thshme. Në përgjithësi, Trump e ka pasur, si të themi, fiksim Groenlandën në momentin kur ka qenë në mandatin e parë, ka kërkuar që atëherë që ta merrte si territor apo t'ia blente Danimarkës si territor. Dhe si thua, kjo është një rikthim tek ideja vjetër, ajo që është, domethënë, varianti i ri tani ose variabla e re tani është Venezuela. Do të thënë që janë dy çështje që janë të ndryshme në atë, po them, në politikën e jashtme. Groenlanda si një fiksim që është personal i Trumpit, që nuk është se ka të bëjë shumë lidhje me sigurinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht pretendimit Trump. Për shembull, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë baza në Groenland, pra nuk është se nuk kanë mundësi të vendosin baza sa të duan. Okej. Dhe nuk është se Danimarka i ka ndaluar ata që të vendosin bazat e tjera nëse është nevojshme për, po themi, për të ruajtur sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në drejtimin e Arktikut. Por më tepër duket si një çështje e tij, domethënë fiksimi i tij personal, domethënë për të zmadhuar, për të ekspanduar si territor, duke qenë se ka pasur, po themi, atë fiksimin e grandeur që është nëse kemi parasysh Trump që vendos edhe brenda në shtëpinë e bardhë i ka kthyer për floriri gjithë ato që janë ish zbukurinë e shtëpisë së bardhë apo të tjera. Pra, ka të bëjë më tepër me fiksimin e tij për pikërisht për të grandeur, për të smadhim, për të ekspansion Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të ngeli emrin në librat e historisë ndryshe në presidentët e tjerë. Po ka gjasa, zoti Tafani, që Groenlanda të jetë shteti 51 i Shtetet Bashkuara mund të bëhet realitet ëndra e Trump për këtë ka një smadhim. Po se në fillim u fol për shtetin 51, u fol për Kanadan, që s'e mbani mend. Pra, pastaj u fol për Meksikën, pastaj për Groenlandën e tjerë. Janë problematika në të cilat nuk është se Trump është ai i cili ka fjalën finale. Për të deklaruar luftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës është i vetmi autoritet, domethënë, është Kongresi. Kështu që ti duhet të kesh vullnetin e Kongresit për të kryer një akt agresioni, pra për të kryer një luftë. Dhe për momentin, jo vetëm për momentin, po besoj edhe në planin afatgjatë, nuk është se ka aprovimin e Kongresit për të kryer një veprim të tillë, duke qenë se do ishte një veprimi luftarak, do ishte në kundërshtime me çfarëdo lloj gjëje që Amerika ka qëndruar, po themi, për 150 vitet e fundit, qoftë edhe në politikën e jashtme. Dhe kjo duket se ka pak gjasa të ndodhi. Gjithsesi, po ajo që po ndodh tani në këtë rast është një presion më i madh mbi Groenlandën vet, pra për ata që janë trupi drejtues i Groenlandës për momentin, që të, po themi, duke u tentuar që të joshen, duke u tentuar me gjëra më të ndryshme, që të kërkojnë ata bashkimin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra mos jetë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të bëjnë agresionin, por të jenë ata që të kërkojnë këtë gjë. Njëkohësisht është tentuar me Danimarkën për
po themi për mundësinë e dhënies së territorit, Danimarka ka thënë jo. Kështu që opsionet e Trump tashmë duket sikur po limitohen. Fatikisht dje është paraqitur një zëlut nga një kongresmen i Floridas, i cili kërkonte, domethënë, ose mbështeste këtë që është po them kërkesa e Trump për Groenlandën, pra për negociata ose për gjëra të tjera, pra një bill që i thonë ata, domethënë një projekt ligj. Dhe nuk besoj që të ketë gjasa që të kalojë në Kongres. Edhe megjithëse edhe si bill vetë në vetvete nuk është se kërkon shpatjen e luftës, thjesht do që të autorizojë Trump që të futet negociata për blerje apo për të gjetur një mënyrë për sigurinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të kryejë një acquisition apo një marrje apo aneksim të Groenlandës. Këto janë bille që kalohen nga kongresmenët të cilët tani kanë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë zgjedhur Kongres në 2006, se Kongresi Amerikan zgjedh çdo 2 vjet zgjedhje gjithë. Dhe tani kanë zgjedhur, kështu që secili prej tyre mundohet që ti përqej pak a shumë Trump. Ti bëj përshtypje të mira. Edhe që të marrin mbështetjen e bazës, fan base-it, edhe në fund fare ta ketë më të lehtë zgjedhjen, por nuk është se është në një po themi gur final për ose një gur themelor për atë që është politika jashtëm amerikane. Ka pasur dhe raportime në fakt që Trump ka kërkuar një plan ndaj, po themi, plan mëshirak ndaj Groenlandës, por nuk është pranuar nga Pentagoni, pra nga shtabi i përgjithshëm i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, sepse nuk mund të kryesh veprime të tilla, se mund të rrezikosh të futesh në atë që quhet tradhti kombëtare, pra që ti të kryesh veprime luftarake në kundërshtim me ligjin e brendshëm amerikan, i bie që ti jetë tradhti kombëtare nga ana e atyre që janë forcat armatosura, kështu që si thua ka një rezistencë qoftë edhe nga politika, nga ata që janë partitë republikanë dhe demokratët në Kongres edhe në Senat, përveç ndonjë koke të nxehtë, domethënë si puna e këtij republikanë në Floridës, por njëkohësisht ka një kundërshtim nga ana e atyre që janë po them drejtuesit e ushtrisë amerikane, cilët e dinë fare mirë që një gjë e tillë domethënë më shumë do e dëmtojë Amerikën planin afatgjat, edhe është diçka e cila është një çështje që është mirë që mos preket. Po megjithatë, zoti Tafani ka patur, i ka trazuar ujërat gjithsesi deklaratat e këmbgulja, sepse pash që Danimarka ka filluar ta marrë seriozisht, ka kërkuar ndihmën e NATO-s edhe Groenlanda, qeveria nuk ka pranuar propozimin e Trump dhe ka kërkuar përmbrojtje ndihmë nga NATO. Pse po merren kaq seriozisht deklaratat e tij dhe nëse po marrim të mirë qenë që mund të ketë një hap tjetër, çfarë ndodh, çfarë rrezikon Groenlanda, çfarë ndodh me Danimarkën, çfarë ndodh me NATO-n? Sepse ka kërcënuar Trump që dhe mund të largohet nga NATO. Trump është duke u larguar nga NATO, nuk është se po kërcënon. Praktikisht mënyra se si po sillet, domethënë me çështjen e sigurisë në Evropë, duke parë sidomos çështjen e Ukrainës, tregon që është duke u shkëputur në mënyrë graduale nga NATO, duke munduar që të sillet i vetëm, po themi, edhe të ketë krahët e lira në politikën e jashtme. Por problemet janë pak më komplekse, domethënë, dhe vetë ata që janë në Amerikë dinë këtë gjë. Po themi, rasti i fundit ishte i bllokimit të anijes Fantazëm, domethënë që ishte flota Fantazëm e naftës, që është e Rusisë, domethënë, edhe që u bllokua diku në ujërat në veri të Irlandës. Po mos ishte bashkëpunimi i Islandës edhe i Britanisë Madhe, nuk do ishte mundur që të kapi kjo gjë, sepse ishin ato, domethënë, bazat ajrore që ishin në ato dy vende, që janë të NATO-s, të cilat e bën të mundur bllokimin e kanalit ku duhet kalonte kjo anije. Pra, nuk është që thjesht të largohesh nga, sepse po largohen nga NATO, u largohesh në të gjitha asetet që kanë. Ti ke asete për shembull, siç është një aset si puna e bazës në Diego Garcia, që është një oqean indian, e cila është pjesë e Britanisë. Dhe që është vetëm një bazë që është aty në atë zonë për të kryer veprime luftarake, po themi, rreth rrotull në që të kapësh njëkohësisht edhe Afrikën, po njëkohësisht edhe gjirin persik edhe zonën përreth. Dhe në momentin që ti largohesh nga NATO, fillon të humbet aksesin të gjithë këto baza të cilat janë pjesë e, po themi, e projektimit të fuqisë amerikane të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që nuk është e thjesht ja po iki unë, sepse i bie që tu mbasësh një numër të madh
logjistik. Pra i bie që këtë humbje nga të dyja palët, edhe për NATO-n. Po normal është humbje edhe për NATO-n, po them që edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të thonë një sjellje tip pastaj është problematike sepse edhe kur të fillosh, pastaj që të kesh kërcënime të tjera. Sot jemi në një botë e cila sa vjen po themi bëhet akoma dhe më polarizuar. Dhe në momentin kur bota është e polarizuar, mirë është që të kesh aleat. Ti shikon që është duke krijuar një blok në krahun tjetër, është bloku i BRICS-it, në cilin ke Rusin, ke Brazilin, ke Kinën, ke Indin, plus brenda futet Irani e vende tjera, që është një blok ekonomik, por deri po kthehet në blok politik dhe pastaj ushtarak. Në këto momente, domethënë këtë javë ka pasur po themi manovra ushtarake të këtij bloku në brigjet e Afrikës së Jugut. Dhe që tregonte një integrim të strukturave ushtarake të vendeve të këtyre. Pra tani Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se kanë ato potencialin e tyre, nuk do ishte mirë që në një botë të ardhshme, domethënë të përballesh njëkohësisht edhe me potencialin ushtarak dhe ekonomik, po themi edhe të Kinës, edhe të Rusisë, edhe të Indisë, edhe të Iranit, edhe të tjerë. Është mund të fitosh, por mund të jetë fitore si punë e pirrës. Pra gjithmonë do të duhen aleat. Sidomos në një botë që sa vjen po polarizohet edhe gjithçka duket sikur po del nga kontrolli i OKB-s. Dhe në këtë luftën, zotit Afanit, se kush të marrë pjesën më të madhe të tortës dhe të tregimit të muskujve, ku qëndron Trump? Se duket sikur ju e thatë vetë, kërkon Kanadan, kërkon Groenlandën, duket sikur do që të bëhet i pari dhe për të ndryshuar atë rendin, për të patur një rend të ri, po themi. Si e shihni? Po, kjo që po ndodh praktikisht është një treguesi i kalbëzimit të gjithë atyre që janë struktura ndërkombëtare. Pra është kalbëzimi i OKB-s. Po themi që nuk arrin më ose po thua ka dalë jashtë funksionit si organizatë ndërkombëtare e cila shërben për zgjidhjen e konflikteve. Pra, qëllimi kryesor i OKB-s është të zgjidhen konfliktet. Dhe nëse krijohet një konflikt, atëherë gjithë vendet e tjera të ushtrojnë presion mbi vendin që është problematik për të detyruar atë që të heqë dorë. Ky është qëllimi kryesor i OKB-s. Po duket se OKB-ja ka dalë jashtë funksionit prej kohësh. Për shkakun kemi 2 javë që në Iran janë vrarë me mira veta, domethënë ndodhin protesta, s'ke asnjë rezolutë të OKB-s. Domethënë pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse është degeneruar si strukturë, ka filluar të shërbejë më tepër si infrastrukturë propagande se sa në funksion të asaj që është qëllimi kryesor i OKB-s. Për shembull, në rastin e Maduros mund zgjidhet fare mirë nëpërmjet sanksioneve. Okej. Por këto sanksione kur vendosen në mënyrë të njëjtëshme nuk janë aq efektive se janë sanksione, po themi që janë të komunitetit ndërkombëtar. Por nëse dikush ka probleme, po themi me qeverisjen apo të tjerë, nëse gjithë bota të vjet kundër, normalisht edhe ti ke atë tënde. Kështu që po themi nëse do kishte edhe Kina edhe Rusia edhe vendet e tjera do i bënin presion Maduros, Maduro do tregojë ndryshe dhe s'kishte nevojë që të kishte një ndërhyrje unilaterale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ideja është nëse ti je koordinuar dhe je brenda kornizës së OKB-s, dhe gjithë OKB-ja vepron me një qëllim të vetëm, në këtë rast do ishte shumë e thjeshtë që të zgjidheshin konfliktet. Problemi është që këta kanë dalë jashtë funksionit fare. OKB-ja dhe gjithë organizatat ndërkombëtare dhe kjo detyron ose më saktë i jep dorë të lirë gjithë atyre të cilët janë aktor të fuqishëm që ta imponojnë vullnetin e tyre nëpërmjet forcës ushtarake. Kështu që normalisht në këtë rast e ka bërë Putini, i cili duke parë dobësinë e OKB-s apo edhe të organizmeve ndërkombëtar ka pasur ndërhyrje, po themi, që në lufta në Çeçeni, 2 luftra në Çeçeni, ka pas ndërhyrje në Gjeorgji, ndërhyrje në Ukrainë. Pra, edhe gjithë kjo ka ndodhur sepse komuniteti ndërkombëtar nuk ka qenë i gatshëm që ta izolonte dhe i ta dorë këtij, njëkohësisht një gjë e tillë i jep dorë te Trumpi që të kryejë veprime të tilla si puna e, po themi, marrjes apo rrëmbimit të diktatorit të Venezuelës, domethënë nga shtëpia e tij të çojnë në gjykatë. Dhe kjo është pjesa ndërkombëtare. Pjesa tjetër pasaj që ka të bëjë me pjesën e brendshme është një degenerim i atyre që janë moralit brendshëm të gjithë të politikës. Nuk është vetëm Shqipëri që ka rënë morali, ka rënë është në krizë në gjithë perëndimin edhe po themi tani është vështirë që ti thuash e bardhës apo zezës zez, çdo gjë është bërë interpretueshme. Dhe rezultati është pasaj që kur arrin në një situatë të tillë që të gjithë e dim që nuk është e mirë që të shkosh të pushtosh një vend, pra
Në kupton? Ti ke një president si punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili thotë dua ta pushtoj. Po gjë që nuk ka ndodhur ndonjëherë në politikën e jashtme amerikane, të paktën po themi nga lufta e dytë botërore e këtej. Çdo ndërhyrje që ka qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë asnjëherë ndërhyrje për të pushtuar ose për ta aneksuar territor. Ka qenë ndërhyrje, për të ndikuar në politikën e brendshme, ka qenë ndërhyrje, po themi, për të rrëzuar një qeveri apo për t'ju përgjigjur një konflikti ose një sulmi, agresioni, por nuk ka qenë ndonjëherë për zmadhim territori. Po mirë, as Vietnami nuk ka qenë për zmadhim territori, as lufta e Koreas nuk ka qenë për zmadhim territori, as Irakut, as Afganistani. Çdo vend që është futur për të, po them, për të lëvizur qeverinë që ka qenë në atë zonë, po jo për territor. Jo për territor. Është hera e parë që po diskutohet për ekspansion territorial. Dhe kjo tregon në një farë mënyrë dhe fakti që në Amerikë kjo duket si normale, për të paktën për një pjesë, për ato që është MAGA, tregon edhe për një farë, po themi, degenerimi moral të brendshëm, domethënë kanë ikur këto, nuk ekziston më pjesa e demokracisë apo çfarë është e drejtë, nuk është e drejtë që të shkosh të shtosh një vend tjetër dhe domethënë tashmë është bërë gjithçka e interpretueshme. Është drejtë apo Trump e ka rrugën e lirë sepse organizma të ndryshëm nuk funksionojnë ose janë të njëanshme. Por qëllimi vetë cili është, pra, nëse bëhet kjo për herë të parë kjo luftë për territor, çfarë duan tregojnë? Dhe çfarë mund të ndryshojë kjo nëse kemi dy pole që luftojnë për terren, për forcë, për pushtete, ku diun. Trump vetë çfarë synime shka ose cilat mund të jenë planet e afatgjata, çfarë duan të arrijnë? Trump nuk është se ka plane afatgjata. Trump është 80 vjeç, domethënë nuk është se është 40 vjeç edhe ka politikën e ka përpara. Pas nuk është kap kapësh. Që ai e kap të territor dhe vetëm kaq, duhet të ketë një vizion mbase. Po pse mendon ti që Trump nuk është kap kapësh? Për shembull, sepse po të shikosh edhe këto dealet që ka bërë dhëndri vet, domethënë duke përfshirë edhe Shqipërinë ose në vende të tjera, në Serbi, të cilat u tërhoq, apo në Dubai, apo në vendet e tjera të gjirit e tjerë. Duket gjithmonë sikur apo po themi projektin për Gaza City. Po nuk është njësoj të synosh Kanadan dhe Groenlandën. Jo, po them te pjesa kapçat kapësh. Po. Okej, do duket Trump që nuk është në ata kapçat kapësh sepse ashtu e ka tipin, domethënë mënyra se si ai është projektuar në politik është nëpërmjet një mënyre jo ortodokse, domethënë një mënyrë të veçantë të bërit politikës. Tip showmani, tip biznesmeni edhe i ndryshëm nga gjithë pjesa tjetër. Pra nuk ka një vizion, thonë, nuk ka një qëllim, është thjesht po vizioni dëshirë për qenë më i madh, më grandioz. Vizion nuk ka një, po themi, vizion afatgjat të tij, sepse nuk është se, po themi, ka një edhe një rryma e tij MAGA nuk dihet a do vazhdoj apo nuk do vazhdoj pas vdekjes së Trump, mund të rikthehen prapë republikanët e vjetër. Po. Pra është një rrymë që është shumë e lidhur, shumë e personalizuar me drejtuesin e tyre. Vërtet në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka pas rryma përpara, por kanë qenë rryma izolacioniste, nuk kanë qenë rryma ekspansioniste. Pra, ajo që ka qenë America's First, pra interesi i Amerikës i pari, ka ekzistuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë në luftën e parë botërore dhe kërkonin që të qëndronin larg luftës parë botërore, pavarësisht se presidenti Wilson arriti ta fusë Shtetet Bashkuara të Amerikës luftën e parë botërore. Një rrymë dytë, një rishfaqje kësaj rrymë ka qenë përpara luftës dytë botërore, pra America's First. Dhe kjo, domethënë, për pak nuk triumfoi mbi Rooseveltin. Roosevelt prapë arriti që të futej në luftën dytë botërore. Por ka qenë rrymë, si thua, që thoshte interesi i Amerikës i pari, por jo për zierje, jo për të kapur territori, jo për të vajtur për të ekspanduar së Shtetet Bashkuara të Amerikës, po thjesht mos përzihemi me këto të tjerat, kemi këto çat kemi dhe të shikojmë interesin tonë që jemi ne këtu. Pra është diçka e veçantë, nuk është fiks e ngjashme me atë që ka qenë rryma izolacioniste. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe vetë MAGA tani për shembull janë të ndarë në kuptimin e asaj që çfarë kërkojnë në planin afatgjat. Ka një pjesë të mirë të MAGA-ve të cilët nuk dëshirojnë që konflikten që të zgjasin konfliktet. Trump e kupton këtë fare mirë, për shembull ndërhyrja që bëri për Maduro, nuk është ndërhyrje që mbajti trupa aty që do duket si pushtim. Thjesht vajti dhe kryu si operacion policor, pra kapi dhe çoi përpara gjykatës. Por nuk çoi trupa sepse pastaj binte kundërshtim me të pjesë të MAGA-ve që thoshin ne kemi kritikuar Obamën, Bushin, Bidenin e këto të tjerë që kanë çuar trupa dhe këto të tjerë dhe ti tani po na bën të njëjtën gjë. Pra nuk është se ka një projekt politik afatgjat kjo punë e MAGA-ve
Gjë që pastaj edhe kjo pjesa e vizionit politik të Trumpit, i cili është moshë të shtyrur, nuk çfarë rrezikon zoti Tafani bota sot me këto lëvizje, sepse mund të hapi Oreksin, kemi Rusinë që synon lindjen e Europës, kemi Kinën me Tajvanin, çfarë sjell kjo, çfarë mund të ndodh, sepse mos ta shohim vetëm mikro, ta shohim pak më gjerë, edhe ku qëndrojmë ne, një vend kaq i vogël përballë gjithë kësaj. Rusia i ka filluar veprimet e saj më herët në këtë drejtim, nuk është se pra dhe synimet e Rusisë kanë qenë shumë të qarta nga precedencat janë të rrezikshme veç. Po janë të rrezikshme, për këtë arsye Rusia duhet të thyer në Ukrainë. Pra nuk duhet lejuar që triumfojë në Ukrainë. Nëse Rusia triumfon në Ukrainë dhe Ukraina dështon apo falimenton si shtet, radhën pastaj ka Balltiku edhe vendet e tjera evropiane. Që do të thotë një luftë akoma dhe më e egër dhe më e hashme në cilën mund të përfshihemi edhe ne. Është një gjë e cila nuk po themi, perceptohet mirë edhe për shkak të propagandës ruse. Ti ke sot njerëz që dalin në televizione apo dalin në media e tjera, të cilët haptësi bëjnë propagandë pro Putinit. Apo siç po bëjnë tani po themi Khameneit, që është në Iran. Në Iran, po. Apo siç bën dhe propagandë pro Maduros. Dhe gjitha kjo është pjesë e një po themi një investimi shumë të madh që kanë bërë Rusia, domethënë në drejtim të propagandës në perëndim. Por qëllimi është më së i qartë, janë vetë fjalët e Putinit që e konsideron rrënjën e Bashkimit Sovjetik, në kupton se fatkeqësi më të madhe të shekullit 20. Domethënë nuk pas ka fatkeqësi më të madhe se ka rënë një shtet i cili edhe vetë shtetësit e vet i internonte, i zhdukte, është bëri lufta botërore, pushtoi vende fqinje, sepse Rusia edhe kur ka qenë Bashkimi Sovjetik, kur ka qenë Stalini, ka qenë agresor. Agresori i parë ka qenë po themi kur nisi lufta ka qenë Gjermania naziste që sulmoi Poloninë në një shtator, po 2 javë më mbrapa e sulmoi dhe Bashkimi Sovjetik në mbrapa. Stalini sulmoi dhe ishte agresori i parë. I dytë më saktë, se i pari ishte Hitleri. Dhe njëkohësisht sulmoi dhe në dallim nga Hitleri sulmoi dhe Balltikun, mori dhe Moldavinë, sulmoi dhe Finlandën. Pra njerëzit mendojnë gjithatë pjesën e dytë të luftës botërore, në të cilët shikohet që Bashkimi Sovjetik ishte duke luftuar me nazizmin, por harrojnë atë pjesën e parë, ku që të dy fillonin pushtonin këtë ditë përpara. Dhe imagjinoni një shtet i tillë është ëndra e Putinit, një shtet i cili si puna e Bashkimit Sovjetik mund të sulmojë dhe mund të kapi çfarë lloj territori. Dhe këtë e ka bërë me ndërhyrjen që ka qenë në Gjeorgji, bota nuk i përgjigj, ndërhyrjen në Ukrainë në 2014, bota nuk i përgjigj dhe pastaj e përshkatëzoi në 2022-shin. Duhet të ishte shqyr që janë të paktën në Ukrainë se që janë duke rezistuar edhe me ndihmën e perëndimit, pa të cilën me siguri do kishin falimentuar, sepse përndryshe nëse do kishte kapur shpejt, tashmë do kishte radhën Balltiku. Dhe kjo, domethënë, ku na çon ne, është problemi është që aktualisht ne kemi një trupa ushtarake në Balltik, nëse do të dish. Pra ne kemi trupa ushtarake të cilat janë pjesë e po themi asaj që është krahu i lindor i NATO-s. Pra kemi çuar trupa atje për të përforcuar krahun lindor të NATO-s. Një gjë që është detyrim sepse jemi pjesë e NATO-s. Nëse ne kërkojmë që po themi të na mbrojnë të tjerët nëse na sulmojnë, normalisht duhet të ndihmojmë edhe ne të tjerët në kur sulmohen. Të gjithë për një. Dhe kjo pastaj do është problemi te fakti që kemi, si thua, një dilemë shumë të madhe se çfarë do ndodh, po themi në rast se Aleanca e NATO-s shkërmoqet në kuptimin e largimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo një konflikt me po themi ala Trump për Groenlandën apo të rreqë fare të po themi të asaj që është se pjesëmarrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk duhet të harruar për gjithashtu edhe fakti që janë komunistët në Evropë, të cilët janë, po themi, gjithmonë të kënaqur apo të lumtur që të largohen, ke një ligj tani në parlament në Francë, i cili kërkon tërheqjen e Francës nga NATO. Pra në gjithë këtë situatë jemi goxha keq, domethënë. Megjithatë, për të rikthyer edhe një herë pyetjes së parë, zoti Tafani, sa i dakon asaj çfarë pritet të ndodhë. Pra ju nuk shihni ndonjë skenar të mundshëm të aneksimit apo të blerjes së Groenlandës nga ana e Shteteve të Bashkuara? E para një e kanë bërë të qartë që nuk do e shesin. Okej. Pra, atëherë skenaret janë dy. Ose do veprohet nëpërmjet, po themi atyre që janë autoritete të Groenlandës, të cilët
po themi mund të kërkojnë ata bashkimin. Sepse Groenlanda nuk është, është në varësi të Danimarkës, po është e vetë qeverisur. Pra mund kërkojnë ata që të bashkohen. Dhe po punojnë të drejtim. Skenari i dytë? Skenari i dytë pastaj është një sulm, po kjo është më pak i mundshmi në të tre këto versione, sepse në kupton që duhet të kesh një autorizim në Kongresi. Pra nuk mund të shpallësh luftën te një vendi tjetër pa një akt të Kongresit. Dhe duket sikur në Kongres kjo gjë nuk 60-70% e amerikanëve nuk e duan, domethënë. Normalisht është e vështirë që të kalojnë Kongres një gjë e tillë, përndryshe mund të shkosh që të bësh të akuzohesh pastaj për trafik kombëtar dhe shkon sepse realisht e dëmton jashtëzakonisht shumë Amerikën planin afatgjat një veprim i tillë, domethënë nuk ofron asnjë gjë. Groenlanda nuk është po themi, është një territor i cili pavarësisht se flitet shumë. Është një pikë strategjike mes Rusisë, Europës, si pozicion gjeografik flas. Atëherë burimet shumëta natyrore. Nuk janë burimet natyrore. Sepse kam hapur një sondazh përpara se të marrë dhe përgjigjen e fundit nga ju, zotë Tafani, kam hapur një sondazh me dëgjuesit të cilët na ndjekin në lidhje me arsyet që ata mendojnë ose si e lexojnë. Çfarë mendoni se qëndron pas idesë Trump për marrjen nën kontroll të Groenlandës, burimet natyrore, gaz, naftë, minerale të rralla, siguria kombëtare për ndalimin e Rusisë dhe Kinës në Arktik, pozicioni gjeografik për rrugë të reja tregtare pas shkrirjes së akujve, zgjerimi i territorit amerikan si çështje prestigjikeçe ndoshta Trump. Dhe të shohim se si kanë votuar. Jam shumë kurioz se si do ketë votuar dëgjuesi për 2 orë që ne jemi në transmetim drejt për drejt, pastaj marr qasjen tuaj të fundit. Kanë votuar siguri për çështjet e sigurisë kombëtare 17%, 33% zgjerimi i territorit amerikan dhe për të përfituar nga burimet natyrore 50%, pjesa më e madhe, gati gjysma. Se burimet natyrore në Groenland janë shumë e vështirë që ti shfrytëzosh, sepse janë nën akullnaja. Domethënë nuk qëndron. Po jo, shiko, ka një kosto dhe përfitim. Kur ti të duhet të ndërtosh një infrastrukturë, qoftë edhe për minjerat, për të bërë një minjer apo ti do të ngresh gjithë infrastrukturën mbrapa. Në gjithë kjo infrastrukturë ka kosto. Groenlanda i ka që të gjitha nën akullnaja dhe nuk ka pothuajse infrastrukturë fare, që do të thotë do harxhosh po themi $100 miliardë për të fituar $10 miliardë. Nuk qëndron, e kuptoj. Nuk qëndron, për më tepër që mineralet aty janë, për shembull mineralet e rralla që janë të përzira me uranium shumë. Që do të thotë do duhet proces shumë i madh distilimi që nxjerrësh uraniumin veç e këto të tjera. Pra nuk është thjesht që është pikërisht pjesa e mineraleve. As pozicioni pozicioni është në një farë mënyrë, është, por mos harro po themi ke Kanadan, e cila është më poshtë. Pra normalisht është Kanada si filtr, si buffer zone midis Groenlandës dhe po themi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo shkrirja e akujve të Arktikut nuk është se ka ndodhur ndonjëherë, domethënë me gjithë po nuk do të ndodhë nesër një herë pavarësisht ngrohtësisë globale. Pavarësisht po tani kjo ngrohtësi globale është bërë çik si pikpyetje, domethënë se por nuk është se do ndodhi nesër, do që të jetë, domethënë. Po megjithatë Trump ishte edhe i qartë kur tha që nuk dua të lërë Rusisë dhe Kinës. Rusia nuk është se ka Groenlandën, kështu që do veproj vetë i pari. Rusia nuk është se ka Groenlandën, Rusia nuk arrin dot. Jo, nuk do t'ja le ta marrë. Po tani Rusia nuk ka 4 vjet që po lufton Ukrainë dhe nuk po ecën dot në front. Domethënë që ta di, tani ka kaluar ditët. Lufta e Bashkimit Sovjetik me Gjermaninë naziste ka qenë më e shkurtër se lufta që po zhvillohet në Ukrainë. Po, aq është, sepse domethënë ka filluar në 21 qershor të po themi të 1941 dhe ka mbaruar në 9 maj të po themi të 45-s. Dhe praktikisht kanë kaluar numri i ditëve, ka kaluar numrin e luftës së botërore. Dhe prap nuk po arrin. Fitore më e madhe është kur kap një fshat tu apo një fshat atje. Rusia në vetvete tani që është domethënë është dhe e lodhur në konflikte dhe që është. Ajo që është frika e madhe që njerëzit nuk e kuptojnë, domethënë njëherë është fakti që në momentin që ti e le Rusin që të bashkohet me Ukrainën, nuk ke më
nuk ke më këtë Rusi të dobët, po ke një Rusi e cila do ketë të potencialin në Ukrainës brenda. Për shembull, një pjesë e mirë e atyre divizionit trupa luftarake që janë të Rusisë në Ukrainë janë pjesa e mobilizuar me forca, po me dëshirë nga pjesa e kapur e territorave të Ukrainës. Pra rikthehet Bashkimi Sovjetik dhe realisht bëhet kërcënim i madh. Kurse për momentin Rusia nuk është në atë mundësi që të kryejë operacione të tilla, të ke anije ruse që janë duke u mbytur në mes të detit sepse kanë defekte teknike. Domethënë është e ngjashme me pak a shumë gjendjen që ka pasur ne në teknikën ushtarake që nuk e mirëmbanim. Kina nuk e ka interesin që të shkojë deri atje. Është ndërmarrje shumë e madhe të nisësh një flot nga Kina që shkojë deri atje, domethënë për çfarë? Pastaj sepse vetëm për ta mbajtur atë. Ti e ke të pamundur ta mbash në kuptimin e po themi prezencës së ushtarake. Prandaj edhe bazat ushtarake që janë aty janë në kohën e luftës totë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur më tepër baza, pastaj hoqën dorë sepse ishin kosto të jashtëzakonshme për të mbajtur në një territor i cili është komplet akullnaj, ka një sipërfaqe të shtrirë të madhe dhe që nuk ekziston asnjë mjet transporti përveç se të shkosh nga ajri apo të shkosh nga deti. Dhe një pjesë kohës deti është i bllokuar. Pra është jashtëzakonisht e vështirë dhe shumë kushtueshme, nuk ka asnjë vend që do që ta mbaj. Duke i rrezuar të gjitha këto alternativa. Vetëm që është grandëri i Trumpit, domethënë, pra idenë që unë shtova Amerikën e bëra të madhe të tjera se në kuadrin të kësaj ke edhe ato që i thotë Kanadas, shteti 51. Për shembull, çfarë interesi ka për shtetin e 51 të Kanadas? Strategjik. Domethënë Kanadaja ka qenë aleati më i ngushtë, bashkëpunëtori më i ngushtë i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kanë qenë bashkë në çdo luftë që kanë qenë bashkë. Jo vetëm kaq, po edhe komanda e mbrojtjes raketore është e integruar në NORAD që është domethënë për pjesën e Amerikës Veriore. Është i integruar, sistemet e mbrojtjes kundërorë janë të integruara kanadeze dhe amerikane, sepse raketat që vinë duhet kalojnë një herë, pra që edhe ato që vinë nga Groenlanda teorikisht që thotë ai duhet Groenland, duhet kalojnë një herë mbi territorin kanadez pastaj që të futen në territorin amerikan. Pra në të gjithë këtë, kështu që nëse do ketë një yll tjetër në flamur, ka më shumë gjasa të jetë kanadeze se sa Groenlanda. Jo, kështu. E thënë në këtë kuadër kuptohet që gjitha kjo nuk është se ka ndonjë gjë me simbolikë, po më tepër ka të bëjë me atë. Një yll më shumë në flamur. Një yll më shumë në flamur dhe që të ngeli emrin në histori. Ngeli emrin në histori. Zoti Zafani, faleminderit shumë që ishit me ne. Kemi të kaluar kohën sepse rrodhi biseda dhe tham gjëra interesante. Vlerësojmë shumë që ishit në Radio Tirana. Suksese dhe çdo të mirë. Faleminderit. Faleminderit. Rikthehemi pas pak dashurmi, qëndroni aty në programin e radio. Nga hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më mirë çdo ditë.